Muaji gusht pritet të jetë ndër më të ngarkuarit për lëvizjen e emigrantëve shqiptar në vendkalimin e Kapshticës. Edhe kjo fundjavë jon të ketë një mbipopullim udhëtarësh të kësaj pike kalimi nga emigrantët shqiptarë që vijnë për pushime në AD, por edhe pjesës tjetër që ka mbyllur këto pushime dhe rikthehet sërish në vendin fqinj. Nga pika kufitare e Kapshticës në qarkun e Korçës, në 24 orët e fundit kanë hyrë 5107 persona me 1364 mjete, ndërsa kanë dalë 2031 persona me 532 mjete. Gjatë ditës së sotme pala shqiptare punon me 8 sportele, ndërsa pala greke me 6. Megjithëse lëvizja në kufirin me Greqinë është e lartë edhe në këtë fundjavë, por fat të mirë nuk ka pasur radhë të gjata dhe qarkullimi nga njëra pikë në tjetrën kryhet pa probleme. Lëvizja e emigrantëve shqiptar pritet të ketë një dyndje të madhe në prag të 15 gushtit, festës së njohur të Shënmërisë, e cila sjell edhe numrin rekord të emigrantëve që lëvizin nëpërmjet Kapshticës. Ndërkohë, gjatë muajit korrik në Kapshticë hyn rreth 100.000 dhe dolën afro 70.000. Fillim gushti ka kulmuar fluksin e emigrantëve edhe në pikën e kalimit kufitar të Kakaviës. Në 24 orët e fundit nëpërmjet kësaj dogane kanë kaluar 9500 persona. Sipas të dhënave zyrtare, në Kakavi kanë hyrë 6613 shtetas me 1907 automjete, ndërsa kanë dalë 2937 qytetarë dhe 702 automjete. Mësohet se pala shqiptare ka vënë në funksion të gjitha sportelet për të përballuar fluksin, duke punuar me 8 sportele, ndërsa pala greke po e përballon fluksin me 6 të tilla. Ndërsa për të përballuar lëvizjen brenda në qytetin e Gjirokastrës, uniformat blu kanë ngritur disa postobllogje dhe pika shërbimi në disa zona, përfshirë edhe atë muzeale të qytetit.